Jo ti. Unë të kuptoj, po derisa e përmend veç shkollat, edhe nuk e përmend edhe, unë nuk e kumpa një protest që sidomos para zgjedhjeve bëhen këto protestat për sektorin privat. S'ke po? Jo. Që sa s'ke po protest? Për sektorin prej një majit. Të një majit. Cilit majit? Që tash, po, këtë një majit. Po para këti një majit, deri vitin 2025 një maj, atëherë ku pa një protest. Do thotë të na bëhet protest për sektorin privat një herën vetë. Dëgjëm. Po këtu po jetojmë, zotni. Këtu po jetojmë çdo ditë po përballemi me parregullsi ndryshme. Mirë është që ti po e edhe në 2025, në 2024, në 2026. Për një maj. Për një maj. Për një maj të lutna. E 364, ku jem na? Po jo, dëgjëm. Protesta dhe greva tek punëtorët e sektorit privat ka të përditshme, por ti normal që dësh që. Ku janë të përditshme? A mundesh me tregu me data? Po tash dosh me ta marrë unë atë regjistrin me shpjegu ty. Po shpjegoj. Në Kuvendin e Kosovës a e din sa kanë nejt punëtorët në grevë? Po, e di. Në ÇKUK a din sa kanë nejt punëtorët në grevë? Po, ajo është sektor publik. Është sektor publik. Po se merr vesh. Nëse bëni me shiko, zotë Azime, normalisht se cili nuk është që po nuk është që se cili kemi ne pikrisht të lashën më të madhe profesionalizmin për çato dhe të kemi më shpjegu. Ne pikrisht të lashën e kemi më të madhen aty ku ka qasi, ku ka prekje shteti. Në këto vende ku i prej ka unë pak tjerë, janë punëtorë të kompanive private, që kompanitë private pastaj kanë kontratë me institucionet shtetënore. Të në rastin e ÇKUK-s, për shembull që 300 punëtorë për një muaj ditë kanë nejtë në grevë. Çka është problemi? Problemi është sepse mjetet e ÇKUK-s qiten te kompanitë e kompanisë punëtorëve. Jo, nuk e keni idenë, që për përfitime individuale të një personi janë të gatshëm, me të qitë 500 punëtorë jashtë sistemit. Janë diçka që unë e di që jo normal që nuk mundohem me ditë ashtu si që edhen te dhe jemi për punë të vetë. Zotë Azemi është shumë aktive e përgëzoj për punën. Mos realizimi i pagës minimale ku po bëhet, aty ku ka prekje shteti. Mos realizimi